Sonte kemi një model krejtësisht ndryshe, ai që pagun kafe, ai që qet drek, ai që e ndihmon Islamin, që nuk ndihmohet për Islamit, sepse ka arritur që të jetë shumë i veçantë në fushën e veprimtarisë, biznesit të tregtisë. Në fakt, po t'i kishte ky 25 vite, 30 vite jetë, nuk do të këshaftu në emision, edhe pse është rasti suksesshëm. Suksesi ti po, por paraja ti mërmend dhe të humbë. Pse ta ftoj një hoqë që nesër devijon fare, jepet pas epsheve, pasioneve, e harron fen, e harron besimin, e harron kulturën islame dhe e harron besa dhe ligjërimin. Por të hoxha në fjalë, këto asnjëra nuk kanë ndodhur. Unë e njoh si student, kur ishte ky në Arabinë Saudite, në Medinën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, në atë botë student, më duket ka qenë në vitin e parë, dhe unë isha mysafir për herë të parë në Medinë, si umregji. Arrita, ose ky kishte prej burrisë ti, edhe pse nuk më kishte njohtur që një student, ose një që do të bëhej student të ardhmen, na kishte ftu në drek pas namazit të xumas, të cilën e kisha falë në xhamin Kuba me një hoxh tjetër. Aty ky hoxh si student më vonë kthehet dhe jam mësyn botës së biznesit, por të gjithë kemi pasur ndoshta atë frikën se studimet e tij të suksesshme mund të mbarojnë në një komercialist të suksesshëm, në një tregtar të suksesshëm, por në një hoxh të dështuar. Kjo nuk ndodhi sepse është edhe imam, ose ta themi më mirë, është ligjërues në një xhami prej xhamive të Shkupit dhe e ka mbushur shtëpinë me fëmijë, me evlat të gjithë, secili më i mirë se tjetri, hafizlerë të Kuranit e i suksesshëm në biznesin e tij. Hoxh Ramzi Isaku Menej nga Shkupi. Mirë se erdhë. Mirë se gjetëm, hoxhë ndero. Na ke begatuar që kjo ardhë sepse do të cilësh modelen më interesant të hoxhës, je specifik për këtë. Atë që përbenda nuk je i vetmi që bën tregti, por i vetmi që ke arrit të mbetesh hoxh tregtar. Pajtoni me këtë? Po mundomi. Mirë shumë.